Arda Kurtulan është një nga lojtarët më të mirë të Göztepe's në Superligën turke. Futbollisti polivalent po bën mjaft mirë me klubin turk, për këtë vlera e tij në tregun e Transfermarkt ka pësuar rritje nga 2.5 milion euro, tashmë vlerësimi i tij qëndron në 5 milion euro. Akoma për të nuk ka pasur një ftesë nga kombëtarja shqiptare. Me situatën aktuale në treg rezulton se Kurtulan është pjesë e top 10-shëve më të vlerësuar. Lista fillon me Anis Mehmetin për të vazhduar me Aslanin, Muçin, Dakun, Brojen, Ismailin, Berishën, Mitajn dhe Shpendin. Në kuotën e 5 milion eurove, sa Kurtulan ndodhen Gjimshiti, Uzuni dhe Kumbulla. Kurtulan largohej nga Maqedonia e Veriut për të luajtur me Shqipërinë U21, gjatë kësaj kohe është treguar dhe se qëndron si opsion për përfaqësuesen e Turqisë.